Ky është momenti kur ekzekutohet biznesmeni Ardian Nikulaj në Shëngjin, siç duket edhe në këtë foto. Autori është me maskë i veshur me një jelek fosforeshent, ndërsa në kokë mban një skafandër. Nga hetimet paraprake rezulton se Nikulaj është qelluar me 7 plumba nga një pistolet me silenciator. Pranë tavolinës ku ishte 50 vjeçari ndodhej edhe një tjetër person i cili pa të gjithë ngjarjen. Burime bëjnë të ditur se veç personit që duket në foto, dëshmitar kanë qenë edhe vjeri i tij dhe kamarieri lokalit, ndërsa në kuzhinë ndodhej bashkëshortja e 50 vjeçarit me 2 kolegë të saj. Biznesmeni ka marrë disa plumba në trup dhe kokë, çfarë i shkaktuan vdekjen e menjëhershme. Mësohet se autori është afruar me një motor, ka ndaluar para lokalit në pronësi të biznesmenit, që ndodhet në shëtitore në hyrje të Shëngjinit. Duke ditur se Nikulaj ishte brenda, është futur dhe e qelloi 50 vjeçarin nga një distancë afërt. Referuar kamerave të sigurisë, dyshimet e para janë se autori ka ardhur nga Shkodra edhe pasi kreu atentatin, është larguar me motor po drejt këtij qyteti. Uniformat blu kanë ngritur pika të shumta kontrolli në akset kryesore për të bërë të mundur kapjen e tij. Për zbardhjen e atentatit ndaj Ardian Nikulajt, policia po heton të kaluarën e biznesmenit. 50 vjeçarit në vitin 1996 i kanë vrarë vërllanë Pëllum Nikulaj.